Tashmë jemi në javën e albanologjisë, nga data 26 deri me datën 30. Po, kjo është edicioni 16 që organizohet dhe se cila dek e cakton temën boshte, përkatëse, mbas një diskutimit që bëhet, dhe më thonë, branda dekve, përkatëse, caktohet një temë dhe sigurisht se edhe për këtë edicion, do të janë caktuar temat përkatëse dhe neve kemi filluar me datën 26. Sesioni i parë që është zhvilluar, dhe më thonë, është sesioni i historisë, dje, do të ka zhvilluar punimet sesioni i folklorit, sot i zhvillon punimet sesioni i letërsisë, nesër sesioni i etnologjisë dhe pas nesër, dhe më thonë, përfundon me sesionin e gjuhësisë. Janë paraqitur gjithsej 107 kumëtor.